faktikisht njeriu nuk duhet ta synojë vojtjen sprovën, siç thot vetë profeti ai, mos u lutni që t'ju sprovoj Zoti. Se dikush thot kam dëshirë të më sprovoj Zoti që të shtrojë. Pikërisht. Mos e lutsni Zotin që t'ju sprovoj, por nëse ju godet sprova, atëherë jeni durimtar. Prandaj nuk është objektiv që njeriu të vështirësoj vetes së tij apo të ndjekë. Po dhe shkaku i zbritjes së ajeteve koranore Rabbena atina fid dunya hasane, kam idenë se kjo histori është, kjo ndodhi është, po i madhi Zoti mëson se si edhe të lutet. Të lutesh pikërisht për këtë pjesë që ama kur jeta me kaderin e Zotit të ballafaqohen me vështirësitë, me situata të pakëndshme, kjo është momenti që duhet ta tregosh ti burrinë, devotshmërinë dhe qëndresën tënde në situata të tilla. Islami nuk mendon që rruga për në parajs apo të kënaqësia e Zotit vjen nga vuajtja, nga dënimi, nga keq trajtimi, siç ka ndodhur në kohën e profetit alayhis salam, që kishte persona që kishin dalë agjeronin dhe rinin në diell. Po. Dikush tjetër tha nuk do të martohem, dikush tjetër tha unë do agjeroj tha natë ditë. Dikush tha nuk do flet gjithë natën, i tha atij, merreni tha dhe futeni. Në dukje janë vepra të lavdrueshme. Me niyet, me qëllime të mira, tha merreni, urdhërojeni tha që të futet në hije dhe të plotësoj agjerimin e tij, se nuk ka Zoti nevojë për dënimin që i bën ai person vetes së tij. Nuk kënaqet Zoti nga dënimi që i bën.